shumë kesh kurse dini përgjigjen. Po, i kthehemi tash librit me cilin ja fillum edhe këtij segmenti sot. Zhvillimi i gjuetisë në Kosovë, monografi e botuar nga Federata e Gjahtarëve të Kosovës. E këtu i kam dy mysafir të mi, Nuridin Ibishin edhe Isak Punjakun nga Federata e Gjahtarëve të Kosovës. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Ja fillojmë prej fillimit. Mirë mëngjes. Për ftesën. Mbrëmë keni pas promovimin e këtij botimi, kësaj monografie. Unë e prita në vërtet, kur mi dërgove do foto, prita një mu dëk pak si, ndoshta për shkak të fotos, dëk si fletush, thash një 20 faqe koka në diçka, po kur e pash, dhe më thonë, ishte shumë voluminoz, dhe më thonë, plus voluminoz, plus me diversitet të madh, dhe më thonë, të informatave që ishin këtu. Dhe më thonë, duke fillu prej pasurive natyrore, grafikonet të ndryshëm, historikut, hartave, pastaj ishte listës së kafshëve të egra në Kosovë, dhe më thonë mundi me mësu dhe latinisht se që i quhen plot kafshë të ndryshme, po edhe në gjuhë të tjera, dhe më thonë në latinisht si emër shkencor, në shqip, në serbisht, edhe në anglisht. Dreri rëndom që qenë ka dreri i kush në gjuhën angleze, red deer. E kështu me radhë, do më thonë libër kogja voluminoz. Sa gjatë ka bu për mu bogati? Po ka marrë kohë, fatmirësisht e kemë një ekipin, një ekip shkëlqyshëm të ekspertëve, por edhe atyre dashamirëve gjahut, edhe florës të faunës, që kanë bërë shumë për me ardhë deri te një vepër voluminoze që është vepër dhe shkencore dhe dokumentare e gjithë zhvillimeve në Kosovë, me historikun, pra ne festojmë 76 vjetorin e formimit të Federatës Gjahtarëve të Kosovës, pra ishte nata e fundvitit për neve gjahtarëve, në kuptim të asaj për mbledhje gjitha aktivitete, po njëkohësisht edhe kemi edhe darkën tradicionale gjyqtarëve, kuftohen edhe gjyqtarët, po njëkohësisht apo gjahtarët, por edhe institucione, përfaqësues institucione me qëllim që të festojmë bashkë, edhe tash kjo u finalizua edhe me këtë vepër të shkëlqyeshme në kuptimin e asaj që jemi munduar në aspektin një pasqyrë përgjithshme e gjyqëtisë Kosovës, edhe deri në vitin 99, pra deri në përfundim të luftës, po pas luftës në mënyrë të detajuar, por edhe perspektivën tonë për të ardhmen për integrimet edhe europiane, botërore, pra është facet edhe CIC, që ne jemi proces, jemi pranuar në CIC, organizatën botërore, edhe në proces të afërt, ne vjet hymë në rend të ditës të finalizimit gjithësisht të pranimit, por që Serbia reagoi, ishte Shqipëria përfaqësuese jonë aty apo lëvuese, por nuk ja dolem për pak, nga se aty shkon me pranimin me konsenzus. E kemi këto dhe përfaqësuesin për marrëdhënie ndërkombëtare, zotin Isak Punjaku, me cilën me kin ngushtë me tash ish presidentin e FACE-s apo organizatës europiane, zotin Torbjörn Larsson, që ne falenderojmë për pritjet shumëta që ne ka bërë dhe organizuar, edhe që realisht e futi edhe në vitin e kaluar, po që nuk kaloi, por me mundësi apo perspektivë që këtë vetë një të hymë në fazën një asocimit, pra të prezencës në gjitha forumet edhe konferencat, por pa drejt vote. Gjithashtu, kjo monografi do të përshkruaj, përveç që është voluminoze edhe gjithë përfshirëse, është edhe si në përmbledhje apo një rezume në dy gjuhët, në gjuhën angleze edhe një në prej gjuhëve të komuniteteve që jetojnë në Kosovë, gjuhën serbo-kroate, edhe kështu që ka mundësi edhe qytetarë do në komunitetet tjera, pra të lexojnë, po edhe gjuhën angleze të dinë diçka shkurtimisht një pasqyrë për gjuetin Kosovë, si është organizuar dhe çka ndërmerret. Gjithashtu në këtë monografi përfshihet përgjithsisht pasuritë natyrore dhe biodiversiteti në Kosovë, pra një kapitull që paraqet resurset natyrore të vendit, larmishmërinë biologjike dhe rëndësinë e habitateve natyrore,
për si themel i zhvillimit zhyëtisë në mbrojtjen e faunës së egër, mandej historia e zhyëtisë Kosovë që përfshin edhe para vitit 99, po edhe pas vitit pra 99, apo zhvillimin dhe perspektive dhe nëntarme, mandej kem themelimin dhe rolin e Federatës Gjatare të Kosovës, mandej kem organizimi, edukimi dhe trajnimi e gjatarëve, statistikat dhe praktikat e zhyëtisë 99-2025, mandej në këtë kuadër kemi edhe shoqatet e gjatarë dhe menaxhimi vend zhyëtive pas që janë tarë, do të përmendur këto që gjithashtu kemi edhe pjesën e veriut e kemi integruar në kuptimin edhe të ndarjes të terreneve të zhyëtisë, po njëkohësisht edhe trajnimit të zhyëtarëve edhe marrjes fletarme në kuptim për zhyëti. Mandej kemi bashkëpunimin kombëtar ndërkombëtar për cilën folëm, edhe asaj organizatës botërore si AIC, po dhe kësaj evropiane, mandej sfidat bashkëkohore të zhyëtisë në Kosovë, objektiva dhe vizioni për të ardhmen, kuptim të asaj perspektiva çfarë është, edhe normal duke respektuar edhe konventat edhe ndërkombëtare, por edhe këto europiane që kanë bojnë me zhyëtinë. Mirë, zoti Bunjaku, e pam edhe këtu që një pengesë e madhe Serbia dëmton në afrim me institucione, mekanizma ndërkombëtar, me institucione ndërkombëtare, asociacione të zhyëtisë, po prapë se prapë tashmë veç pas kemi prezencë atje, edhe pse është e rëndësishme me qenë pjesë Federata e Gjatarëve të Kosovës pjesë një federate ndërkombëtare. Po edhe ku vetë Kosova i takon Ballkanit edhe Evropës, ku në përgjithësi në faqe janë 7 milion gjuetarë. Është një milion gjuetarë. Faqeja është Federatë Evropiane? Federatë Evropiane për konservim edhe aty ku merren direktivat, japën përgjegjësi të mëdha, ka dhe resurse, mirë po ne duhet jemi patjetër të angazhuar dhe të inkuadruar edhe në Bashkinë Evropiane. Pse jo? Edhe normalisht bota e egër nuk është që ka kufi shtetëror, edhe nuk është që pret në kalim kufitor me pasaport. Nuk kam pasaport. Do të thonë një ari i murmë s'pret në kufi me pasaport për me kalim andej, që ndikohemi gjithë nga aktivitetet e gjatarisë gjuetisë në për vendet ndryshme, apo jo? Shumë specie prej tyne janë edhe të ndalume për me i gjuhë, mirë po ka raste që ndodhin fatkeqësi me kolision komunikacion, ashtu që duhet me reduktu, sepse prej botën do me thonë shtetet e Evropës, kanë specie shumë ma të mëdha dhe ma tegra dhe me volum ma të madhë. Do me thonë, si derrin e egër që Svedia ka, është e pa mujtën atje nuk ndalët gjuetia kur. Do me thonë se edhe ka numër të mjaftueshëm. Ka numër shumë të mjaftueshëm, ka edhe që do me thonë pagesat speciale që duhet me rregullu numrin e tyne, që mos të shtohen derrat ma tepër, apo mos të shtohen arrit ma tepër. Shkak domeve që mundin me shkaktu. Sepse ata janë mish predator, ashtu që... Unë me shkaktu probleme, dhe më thonë edhe në kafshë tona që... Ma tepër shkaktojnë probleme në komunikacion. Edhe në komunikacion. Me fatkeqësi. Sa i përket kafshëve që duhet, dhe më thonë, ku gjuetia ndihmon në kontrollin e tyre, dhe më thonë është deri i egër, kemi pas edhe raportime kohëve të fundit që plot njerëz nuk po mundën me ecë në male për shkak të rritjes në numrit ose për shkak në vërtet të zbritjes së arinjve në afërsi të fshatrave. A ka qenë kjo për shkak të rritjes në numrit të arinjve apo vetëm që arinjt po friksohen më pak për njerëzve? Po, ne marrim pjesë edhe kemi marrë pjesë në konferencat botërore edhe europiane të zhyëtisë, edhe është një trend në rritje i ariut, po në veçanti i ujkut, edhe Komisioni Europian, pra presidentja Ursula von Leyen,
ka marrë vendim në kërkesën e pra Organizatës Europiane FACE që prej mbrojtje strikt pra të ujkut kalohet në mbrojtje, pra në mbrojtje në kuptimin e asaj që në nivel nacional mund të vendoset nëse ka trend rritjes të ujkut çfarë ka, që po sulmon edhe baktin e njerëzve, po gjithashtu edhe faunën e egër, por nga njëherë edhe njerëzit, pra kemi edhe raste edhe në Kosovë, sulmit, atëherë të ndërmirë masa që ky trend rritje i ujkut të kontrollohet në për masa që ka është një vendim nivel pra nacional i institucioneve kombëtare. Për këtë arsye, në këtë drejtim janë ndërmarrë masa edhe në Kosovë dhe presin shpeti edhe masa caktuar sot do të është ky reduktim i predatorëve të mëdhenj ndërta edhe ujkut. Disa vende kem edhe çakallin pra të rritur, nuk është tenatena, nuk është shumë prezent, por në Rumuni ka bob kërdin në pjesën e faunës egër, po edhe në kopegje, si në shtazët e buta, pra apo shtëpijake, edhe kjo të regon që pra aspekti i një balansi natyror që specia mos rrezikon tjetër, po tjetë në vazhdim i kontrolluar. Për këtë arsye, vende për shembull ku jeton edhe zoti Isak Bonjaku, parlamenti suedez një kohë ka vendos që ta zvogëlojë ujkun për shkak që ka ardhur deri te kryqëzimi i ujkut vendor me ato Sibirit që ka bërë një rast që më të shumë të rrezikshme dhe ka filluar të shkatron kopet ka kriju një hibrid e drejve të atij popullit autokton që jeton në Suedi. Me thonë veç me ilustrue këtë gjendje çfarë kem, për këtë arsye shumë është me rëndësi bashkëpunimi jonë me organizata ndërkombëtare edhe në aspektin e trendeve edhe në gjyëti, sidomos kur ka të bëjë me balansin ndoshta që do të me kontrolluar kur ka të bëjë me ujkun dhe ariun, por edhe specie tjera që në formë rrezikojnë edhe njëna tjetrën. Për këtë arsye në këtë drejtim është bërë shumë. Unë duhet të përmend edhe grupën e ekspertëve Keko, kështu Kalimthi, pra përveç një dyve që kemë marrë pjesë në këtë botim, kemi edhe zotin Qazim Kukalaj, edhe autorin, gjithsesi redaktorin zotin Dan Ibrahim, shkrimtarin i njohur, mandej kemi Evelina Jaza Ileka, mandej Ibrahim Mujen, Naim Ramadanin, Kemal Kadriun, Bajram Batushën, kemi edhe dy pra nga ana profesionale Enver Hysinin edhe Fitore Rexhepaj. Mendoj që këtë drejtim kemi ekspertë me titull edhe akademik, por edhe profesional shkencor që një forë ka kontribuar në mënyrë të denjë, nga si këta apo gjithë ne morëm pjesa në konferenca, në simpoziume, por edhe në trendet e reja të zhvillimeve edhe në fushën e mbrojtjes habitateve, po njëkohësisht edhe të faunës egër. E sa i përket Suedisë, ata sigurisht kanë edhe më shumë lloje të kafshëve, edhe se tash një ditë e patëm një pyetje në një quiz që Suedia është vendi me më shumë të ishuj në botë, i ka 270.000, ashtu diçka, domethënë është diçka një shumë marrament se ishujve, sigurisht që në atë diversitet të madh të formave gjeografike ka dhe diversitet të madh edhe të kafshëve. Jo atja ushtroni gjyëti? Ushtroj gjyëti dhe marr pjesë edhe në federat, po jam aktiv gjyëtar, jo veç unë, po është edhe djali aktiv. Që duhet t'i pakoj disa specie të tynet, që ta manë numrin, stamen. Kurse ato që e përmene pak ma herët se jënë disa shtazë që s'kan drejt gjuhën, ato jënë ka projt këto, dhe më thonë, jënë sant quhen, një populatë. Kanë metë dhe disa, autoktone, vendas, aty është shumë të fjetër, ku vetëmit janë ata që kanë drejt, ti kanë renar, na quhen ato, një lloj kaprolli, i cili ndoshta për vitin e ri babadimni, i cili i ngrenë në babadimni. Ato janë ato, ai lloj kaprolli, kurse kaprolli tjetër që është ndër më të mëdhenj në Evropë,
bën 700 kg rrinë, e më tepër, është quhet elg. Elg. Në gjuhën suedeze. Dreni. Okej. Maj famshëm. Ku është me Interesant, trofe deri në 2 metra më rrinë. Ato do të thonë, nëse e shohim, se ne gjithmonë e shohim në fotografi edhe pa referencë të njeriut, edhe në radhë na herë më ka ndodhur me pa me një njeri afër edhe shihen sa të mëdha janë. Do të thonë, janë jashtëzakonisht mëdha, derisa te na janë shumë më të vegjël apo jo. Po shumë, ne s'kemi, ai s'mund të jeton këtu. Po. Sepse është nxehtësi e madhe, Ballkanin, ai dëmftotësi, edhe -50 nuk i pengon atij. E keni vrejt këtë trend, shikues të dashur, që në vende më të ftofta, zakonisht kafshët janë më të mëdha se ju duhet, si duket për konservimin e energjisë së tyre, do të thonë vetëm të kafsha të mëdha që i dinë për vendet ngrohta janë ndoshta elefantët edhe gjirafat, po elefantët i kanë edhe vesht edhe më të mëdha që me mujt më u fladit, do të thonë se çashtu edhe balenat kanë të kohën kontakt me ujna shumë të ftofta, për shkak të janë edhe kafshët gjitart më të mëdha që ekzistojnë. Po me përmend edhe çështjen që disa shtazë të egra janë pra të përfshira me smundje që duhet i një formë. Edhe pra ndalojmë, po reagojmë në aspektet fitosanitar, kemi pas pra edhe të tërbimi që është të dhejtë pra në veçanti, po dhe ujku, edhe është kjo smundja afrikane deri tegër, pra martoj afrikane deri tegër, për cilat ka përfshi pra gati gjithë globin, pra edhe kjo paraqet një rrezik permanent, jo vetëm për derin e egër, por edhe derin e butë, sidomos në Evropë, edhe kam filluar, edhe këto është bërë shtabi krizës, që antare cilës kam qenë edhe une, edhe janë ndërmarrë masat e dhura fitosanitarë, kemë pas disa paraqitje pra në Zhegër, pra edhe në veçanti në Dragash, edhe gjitha këto masat që kemi ndërmarrë në aspektin e mbrojtjes nga kjo pandemi, të deri e egër, edhe që ka kalu të deri butë, kjo në shkatrua dhe shumë firma, që shumë farmer kanë pasojë nga kjo për cilët janë kompenzue, pra edhe në Kosovë, mendoj që reagimi i institucioneve tona, pra në bashkëpunim me gjitha të palët e interesit, ka dhënë rezultatin edhe ne jem edhe në aspektin ndërkombëtar kemi edhe falënderime për këta. Për këtë arsye, pra nuk ka roli i gjatharit vetëm të dalë të vras, por njëkohësisht edhe të mbërë faunën në rast edhe paraqitje si kësaj smundje, sikur që është mërtoj afrikane deri të egër. Gjithashtu edhe interesi ato që ka folëm edhe më herët keko për çështjen e bashkëpunimit me shoqërinë civile, se më kur ka të bëjmë me mbrojtjen e kafshëve, edhe të buta të egra, gjithashtu Federata e Gjatave ka një bashkëpunim përveç me gjitha institucionet shtetërore edhe me shoqërinë civile këtë drejtim. Gjithashtu krijojmë politika të mirëfillta, sikur që është programi nacional për zhvillimin e qëndrueshëm të gjuetisë në Kosovë, pra ka qenë 10 vjeçari kaluar, tash janë përgatitje të 10 vjeçarit të ardhshëm me planin e veprimit, pra është zoti Han prej Gjermanisë, që pra Nels, i cili është në krye të këtij projekti, po gjithashtu edhe FAO me ekspertë pra vendor, edhe normal ne gjithë që jem një formë të lidhë palë të interes, po një kështë edhe shoqëria civile merë pjesë në këtë me qëllim që ne të kemë një edhe politika, por edhe ligjin për gjueti që është me udhëzimet administrative, por edhe statuti federatës me rregullat e brendshme që rregullon çështjen e bashkëpunimit edhe në nivel nacional, pra me Ministrinë për Bujqësi, Përditari dhe Zhvillim Rural, me institucionet e veta, por njëkohësisht edhe komunat që ato janë kompetente për ndarjen e terreneve të gjuetisë. Çish mundet dikush më bëu antari federatës, do të thonë, a është numri kufizum i antarëve apo jo, edhe tash a mundet me kur bëhet antar, a duhet a merr ndonjë edukim, ndonjë trajnim, edhe me çfarë lloj armësh përdoren. E di që ma herët ka pas probleme edhe pe Ikforit, do të thonë, sidomos kur u kry lufta për shkak të për gjueti, e di që ka pas kufizime të mëdha, po tash besoj që është ma e thjeshtë edhe ma e lehtë. Dikur ka qenë pas luftës një rregullore unë miku, që ka rregulluar bile pjesa 4 komuna në veri, ju kanë përmbajtur asaj, po aty një ka skaduar afatet, kështu që
ne kemi komisionin për mbajtjen, për edukim edhe për provime gjatarëve, i cili mban në gjithë teritorin e Kosovës, mban pra edhe ligjërata, pra po flasim për procedurat, pa një edukim të mirë fillt, mund të jesh gjatar, ta njohësh, domethënë, edhe pra të njohësh shtatët e egra, kalendarin e gjuetisë, të njohësh habitatet, të njohësh armët, pra edhe procedurat gjithësisht çfarë janë parashikume edhe me legj, edhe me akte ligjore dhe rregullore, po njëkohësisht edhe hyn provim edhe për në bazë ligjit për armë para misisë brendshme. Pra i kemi dy provime, provim për gjatar, por provimin para si Departamenti për Siguri pra publike në kuadër të ministrisë brendshme, ku japin provimin, edhe normal ai do të kalon pjesën praktike të terenit që derisa ai të aftësohet për të marrë statusin e një gjatari të plot. Pra, janë procedurat, do të jetë antar i një shoqate që si një vend gjuetie, edhe mandej këtë ato procedurat që janë prej edukimit, deri dhënien e provimeve edhe certifikimit, edhe nga njohja e gjuetisë, por njëkohësisht edhe armës, deri pjesën praktike, edhe ai të fiton statusin e një gjatarit të certifikuar, them ashtu. Që është ngjajshëm edhe në federatat e tjera, apo jo? Jo, dallojnë, në Evropë është një tjetër sistem, sidomos në Suedi. Në Suedi është për tanë vitin gjueti, ati ti ki drejt deri në vitit kaluam, edhe në mes të verës ta ekzekuton, sepse ka tepër. Po. Ashtu që ata e numri tyne, populariteti tyne rritët. Çdo herë edhe ne duhet t'i reduktojmë ato. Kurse në Kosovë jo. Edhe ka sezona të caktuar. Atje fillon sezona, domethënë, prej dikun shtatorit, ku fillon para shtatorit. Besoj se në gusht, në fund gushtit, fillon fazani, fillon rosa, fillon patat ndryshme, ku kemi, këtu nuk i kemi në ato specie. Sigurisht edhe në Kosovë fillon shtatore, dikun tetore, dihet se, kurse për ariun, në Suedi lejohet vetëm dikun në muajin e 11-12, disa reduktime, sepse edhe ata zhvillon shumë, edhe bjen numri kaprojve. Sepse dinë se ata janë predatorë dhe ushqen me kaproj, ashtu që për me kontrollu për me majtë numrin, e për përgjithësi, ashtu i vrajnë edhe usht, i vrajnë edhe arrit, që ta majnë një numër, një balans të shtazëve në përgjithësi. Faleminderit shumë, Zoti Bunjaku edhe i Bishi për këto informata, pse nuk është që kemi ditë shumë për gjuetin në Kosovë, ma herët edhe për gjuetin në Evropë, në vërtet në përgjithësi, shpresojmë që shumë shpejt jemi edhe pjesë e Hunters of Europe, kësaj FACE-s, dhe do zhvilluar CIC-s, botërore. CIC-s botërore. Po, janë dy ato logot. Po, kemi këtu logot, CIC-a është qenë ka të më thonë si botërore, FACE-a është evropiane. Evropiane, po. Kemi edhe në Liber. Pra, monografia zhvillimi i gjuetisë në Kosovë, veç është botu, ku mundet dikush me gjetë të Federata e Gjatarëve? A keni dhe më thonë edhe degë se pashtë dhe degë në për krejtë Kosovën? Pra, shoqatat e gjatare në anekën e Kosovës, edhe normal edhe në Federatën e Gjatare, po dhe shpejti do tjetë edhe në shitje në për këto edhe në librari, edhe në vendet ku shiten librat, me qëllim që edhe vetëdijsim gjithë mbashëm. Gjithashtu, kjo libër ka për qëllim edhe një vetëdijsim gjithë mbashëm të qytetare, po njëkohësisht edhe heqjen e gjuetisë ilegale që ka marrë për masa, duke pas parasysh se janë strikt përcaktuara konditat rreth gjuetisë,
nga se janë vetëm dita e dilë është dita e gjyqëtisë, tash e kemi futur ditën e festave, ndërsa ditë tjera janë të ndaluara në Kosovë. Në krahasim për shembull me Suedi apo vende e Bashkimit Evropian që gjyqëtia është më liberale. Kjo ketë me qëllimin e vetëm është të vëllë në kontroll, të ndalohet gjyqëtia ilegale, po njëkohësisht edhe një vetësim i gjithëmbashëm duke i përfilluar standardet edhe botërore dhe evropiane me qëllim të ruajtjes balancit natyror apo të biodiversitetin në Kosovë që mund të quajmë kështu një nivel ekzistencial, por me tendencë që ai të zhvillohet në kohën e duhur. Gjithashtu duhet të përmendje edhe bashkëpunimin ndërkombëtar përveç me këto dy organizata, kemi gjitha vendet e rajonit përveç me Serbinë, edhe me veçanti me Shqipërinë kemi memorandum, por edhe protokoll bashkëpunimit. Tash unë do t'i përshëndetje edhe prantarët e Federatës Zgjatarëve pra kombëtare të Shqipërisë, nga se ata si vjet pas një moratoriumi dikon 13 vjeçar, më në fund u miratuan në parlament ligji për gjyqëtinë në Shqipëri, edhe ata mund të dalin gjyqëti, faktikisht ata kanë qenë të hendikepum për gati 13 vjet për shkak të moratoriumit, por ajo nuk arriti atë qëllimin për që në bëhë dhe ka pos kritike edhe nga ekspertët europianë dhe botëror, pasi që ndalimi i gjatë nuk është zgjidhje, por normal me masa të duhura që duhet t'i ndërmarrin federatat e zgjatare, por edhe shoqata a nivel lokal. Me u kontrollu pra. Po e shohim këtu në libër janë edhe 33 vend gjyqëti, vend gjyqëti të ndryshme me 730.000 hektar, do të thonë gjitha informatat që i nevojiten një gjyqtari, po edhe që të mu antarësu normalisht në Federatë Gjahtarëve të Kosovës. Faleminderit shumë, edhe njerë, sukses edhe në të ardhmen, shpresoj që shpejt të jemi pjesë e mekanizmave ndërkombëtar të